tani per se ka të bëjë me çka ka ndodhur në Kosovë gjatë mandatit të qeverisë Kurti. Ka të bëjë me faktin që ndryshe nga e kaluara e një shteti tri si Kosova, ku përkundër mos pajtimeve politike në mes partive, gjithmonë kur ka qenë interesi kombëtar në pyetje, kemi arrit që të kalojmë veten dhe të arrijmë bashkëpunim në fusha kritike për vendin, jo fusha kritike për agjenda politike për zgjedhje, po për vendin. Dhe me ardhjen në pushtet të vetëvendosjes, ne e kemi pa që mjetet të cilat janë përdorur për me ardhur në pushtet e që në fokusu kryesisht në përdorimin edhe fushatave dezinformuese për t'i binë qytetarët të mendojnë një formë të caktuar që mandej ata ta shfrytëzojnë për të marrë pushtetin. Ato metoda destruktive dhe përqarse nuk kanë përfunduar në momentin që zotri Kurti e ka marrë pushtetin, po ka vazhdu me i përdor dhe me përqat tutje Kosovën, shqiptarët në Kosovë, për ta mbajtur pushtetin. Dhe edhe më shumë se kaq ka fillu me i sulmu institucionet e Republikës Kosovës, duke kriju standarde, po i them thojza të reja, ku gjithçka është dashur me u rifillu prej zeros. Dhe mendoj që për gjithë ata që na kanë ndjek, asa se kemi trajtu çështje të ndryshme në rastin tim ato të sigurisë kombëtare dhe mbrojtjes, prej nivelit strategjik, prej nivelit të strategjive, projekt ligjeve, rregulloreve, trajtimit të institucioneve të sigurisë, qeveria Kurti ka fillu me çdo gjithçka që ka ndodhur dhe me bë prej zeros. Dhe kjo e ka kriju një tradit, pra po them në thojza të re, ku është normalizu përçarja e shoqërisë, është normalizu trajtimi jo adekuat, jo profesional, jo institucionalist i institucioneve të Republikës Kosovës për interesa të ngushta politike, dhe është kriju një trend i ri që jo vetëm që rrezikon progresin e Kosovës, po e rrezikon edhe shtetësinë. Ne kemi pa prej domeve në mirëqenie, besoj qytetarët të gjykojnë më së miri se është jeta atyre më mirë tash apo para 5 viteve, deri te marrëdhëniet në rajon ku edhe me Shqipërinë qeveria e Kosovës i ka prish marrëdhëniet, dhe sot në Hag ngritja e vetdijes për kauzën çlirimtare bëhet nga kryeministri i Shqipërisë, jo nga kryeministri i Kosovës, dhe historia e Kosovës ritregohet nga miqton amerikan në Hag, përderisa qeveria jon ik prej mbrojtjes së atyre që ka çliru vendin, dhe kështu e dekonstruktojmë edhe formën si jemi çliru, si e kemi kriju shtetin, si jemi pavarësu dhe si duhet të ketë progres vendi, e deri në pikën, mos flas në nivel teknik, po deri në pikën ku shteti alat, partneri jon strategjik që ka ndihmuar në krijimin e vendit tonë, e pezullon dialogun strategjik. Shtetet Bashkuara të Amerikës e pezulluan dialogun strategjik me Republikën Kosovës, dialog i cili do t'i hapë të dyert për bashkëpunim në nivel krejt tjetër, edhe financiar, edhe ushtarak, edhe ekonomik me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe përfundimisht, për t'ju përgjigj pyetjes tënde, nuk është çka ka ofru zotri Hamza në shkurt në krahasim me çka ofron tash, natyrisht do të avancojmë programin, ekipin të gjitha. Është çka ofron PDK-ja në krye me zotri Hamzën, e ajo është një lider i besueshëm në krahasim me një ish lider i cili nuk është më i besueshëm as për qytetarët dhe as për partnerët tonë strategjik. Ne nëse dojmë të ecim përpara si vend dhe të mos bijem prej e të gjitha kërcënimeve dhe rreziqeve ndaj Kosovës që janë shumë më të avancuar se në të kaluarën, duhet ta bëjmë Kosovën përsëri të besueshme për qytetarët dhe për partnerët tonë.